Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thot a bën që të hiqet shamia për arsye të punës apo shkollës kur e keni parasysh shtetin se është qafira? Shamia është për simboleve të Islamit. Kështu që nuk lejohet, tolerohet për të për hir të dynjas. Një motra muslimane duhet di se s'ka për obligim dali me kuptimin burri i saj e ka për obligim që të kujdeset për të. Vetëm nëse është kjo motër muslimane e cila ka për obligim mbajtjen e shtëpisë se mund të jetë pa burr apo e vej etj. A më nëse është me burr, dhe burri çfarë bën? Nëse gruaja del me punu me fjalë, ndoshta nuk kanë mundësi, ndoshta domethënë e kanë gjendjen të tillë. Atëherë themi duhet kërkoj një punë halal e cila nuk I nxjerr probleme të tilla. Nuk lejohet që femra muslimane për hir të dynjas të heqë shamin e saj. Sido që të shkojnë punës, sido që të jenë punët. Dhe Allahu e din më së miri. Nuk bën, nuk lejohet në asnjë mënyrë. Atëherë si veprohet në të tilla raste, femra duhet kërkoj një punë që është e lejuar. Shamien të. Ose duhet të ngulmoj që ata njerëzit e punës, kontrata e punës mos ndikojnë në çështjet e fesë së saj, namaz, shami etj. Allahu të mësimi.